A beson ti vetëm në gjërat që i sheh dhe i prek dhe i ndjen, apo beson edhe në gjëra të padukshme? Besimtari, që të jetë besimtari vërtet, duhet të besojnë në të padukshmen. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët besojnë në të padukshmen, në ghaib. Për të qenë besimtari vërtet, duhet të besosh në atë që nuk e ke parë. Allahun a kemi parë? Jo, nuk e kemi parë. A ke parë xhennetin e Allahut? Jo, nuk e ke parë. A ke parë xhehenamin e Allahut? Jo, nuk e ke parë. E besimi vërtet është të besosh në këto gjërat që janë të padukshme. Nga se beson në ato pse se të kanë ardhur nga ai i cili është i pagabueshëm nga Allahu, të kanë ardhur përmes të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. A e sheh korrentin? A e sheh rrymën? Nuk e sheh. Nuk e sheh rrymën. Por ti beson se ka rrymë dhe i sheh efektet e saj. Dritën, e sheh bateria që mbushet me to, i sheh gjëra tjera. Mirë po rrymën në vetvete nuk e sheh. Mirë po sheh efektet e saj. E ka gjëra dhe në jetën tënde tani që nuk i sheh, mirë po i sheh efektet e saj. E ghaibi, e padukshmja nga Allahu, besimtari duhet të besojë në të, dhe besimtari vërtet është ai që i beson në të. Nga se kur të paraqiten haptazi, kur Allahu t'ju del njerëzve ditën e Kiametit, kur të shihet xheneti e xhehenamit, të gjithë do të besojnë. Mirë po ai besim nuk vlen. Nuk vlen te Allahu. Besimi vlen kur të besosh në diçka pa e parë. Allahu e di më së miri.